po sikur të ekzistonte një kur për ankthet tona moderne. Një kur që është mbi 2000 vjeçare. Sot do të zhytemi thellë në filozofinë e Epikurit dhe do të zbërthejmë recetën e tij me 4 pjesë për të luftuar pakënaqësinë. A mundet vërtet që një mendim kaq i lashtë ketë diçka për të na thënë neve sot? E po, le ta zbulojmë së bashku. Ja se si do të ecim. Së pari, do të flasim për këtë kur të lashtë kundër ankthit. Më pas, do të zhytemi te 2 frikrat më të mëdha që kemi. Pastaj, do të shohim se çfarë do të thotë vërtet një jetë e mirë, si t'ja dalim me dhimbjen, dhe në fund fare, si të arrijmë atë që quhet arti i qetësisë. Le të fillojmë. Mirë, le t'i futemi thelbit. Problemi themelor është ankthi, kjo ndjenje vazhdueshme e pakënaqësisë. Dhe para se të kuptojmë kurën, duhet të kuptojmë sëmundjen. Kështu që le të shohim se çfarë na ofron kjo recetë e lashtë e Epikurit. Të gjithë ne, në një mënyrë tjetrën, kërkojmë diçka për të lehtësuar stresin, pakënaqësinë e jetës moderne. Shpesh mendojmë se zgjidhja është te teknologjia, te diçka e re. Po sikur përgjigjja të ketë qenë gjithmonë aty, e fshehur në një formulë filozofike të krijuar shekuj më parë. E po, kjo formulë ka një emër: tetrafarmakos. Fjalë për fjalë do të thotë kura me 4 pjesë. Mendojeni pak, është si një lloj terapie lashtë kognitive behaviorale. Një recetë jo për trupin, por për mendjen, e krijuar për të menduar thellë, për të medituar dhe për të na qetësuar nga shqetësimet më të mëdha. Zeja, ku e kemi? Kjo është receta, thelbi i gjithçkaje. 4 hapa, 4 parime. Hapi i parë, mos ki frikë nga Zoti. I dyti, mos u shqetëso për vdekjen. I treti, ajo që është e mirë, është e lehtë ta marrësh. Dhe i katërti, ajo që është e tmerrshme, është e lehtë ta durosh. Kaq e thjesht në dukje, por kaq e thellë. Dhe shikoni çfarë thot vetë Epikuri. Ai na thot se kjo nuk është thjesht diçka për t'u lexuar në një libër. Është një praktikë mendore, diçka për të medituar ditë e natë, dhe premtimi është i madh, një qetësi e thellë, pa trazira, qoftë zgjuar apo në ëndër. Mirë, atëre, le t'i futemi punës dhe të fillojmë me pjesën e parë të kësaj kure. Do të përballemi me 2, le t'i quajmë frikrat e mëdha. Ato që ndoshta na shqetësojnë më shumë se çdo gjë tjetër, Zoti dhe vdekja. Okej, pra, maksima e parë, mos ki frikë nga Zoti. Le ta zbërthejmë këtë. Në ato kohë perëndit si Zeusi ishin të frikshëm, të paparashikueshëm, hakmarrës. Kjo krijonte ankth. Epikuri thot, prit një moment. Një qenie e përsosur nuk mund të jetë e zemëruar apo xheloze, sepse këto janë dobësi, janë forma vuajtjeje. Një perëndi e vërtet, sipas tij, është në një gjendje të lumturisë së përsosur dhe absolutisht e pashqetësuar nga punët tona. Pra, pse të kemi frikë prej tyre? Ato thjesht nuk merren me ne. Dhe kjo për Epikurin është çliruese. Mirë, e kaluam frikën e parë, po frika tjetër, ndoshta edhe më e madhja, vdekja. Këtu vjen maksima e dytë e Epikurit. Ai thot se vdekja nuk është asgjë për të shqetësuar. Një deklaratë e guximshme, apo jo? Le të shohim pse. Logjika e tij këtu është thjesht geniale. Mendojeni kështu: sa kohë që ne jemi gjallë, vdekja nuk është këtu. Kur vdekja vjen, ne nuk jemi më. Pra, ne dhe vdekja nuk takohemi kurrë. Është e pamundur. Për Epikurin nuk ka një shpirt që endet diku pas vdekjes për të ndërshkuar apo shpërblyer. Kështu që frika nga ferri ose çdo gjë tjetër është e kotë. Vdekja për të është thjesht fundi. Asgjë, dhe nga asgjëja nuk mund të kesh frikë. Dhe ja ku vjen argumenti që personalisht më duket më i fuqishmi. Ai i simetrisë. Pyesni veten: a shqetësoheni për pafundësinë e kohës para se të kishit lindur? Sigurisht që jo, nuk ekzistonit. E po, thot Epikuri, pafundësia e kohës pas vdekjes është saktësisht e njëjta gjë, një pasqyrë. Nëse nuk na shqetëson ajo që ndodhi më parë, pse duhet të na shqetësoj ajo që vjen më pas? Është një mënyrë kaq e zgjuar për ta rishikuar krejtësisht frikën tonë. Mirë, i çmontuam 2 frikrat më të mëdha. Kemi krijuar hapësirë. Tani, çfarë bëjmë me këtë hapësirë? Si e ndërtojmë lumturinë? Këtu hyn pjesa e dytë e kurës. Cilat janë gjërat që na duhen vërtet për një jetë të mirë? Epikuri ndan dëshirat tona në 3 kategori, dhe kjo është thelbësore. Kemi dëshirat e para, të natyrshme dhe të nevojshme. Gjëra si ajri, uji, ushqimi, një streh, miqësia, këto janë të lehta për t'u gjetur, thot ai.
Pastaj vijnë ato që janë të natyrshme por jo të nevojshme. Mendoni për ushqime luksoze, vila të mëdha, të këndshme por nuk na duhen për që janë të lumtur. Dhe në fund, kategoria më e rrezikshme, dëshirat boshe. Fama, pasuria e pakufizime, pushteti. Këto, thot Epikuri, janë një grop pafund. Sa më shumë të kesh, aq më shumë do. Dhe kjo është recetë për ankth të vazhdueshëm. Pra, e gjithë ideja është kjo. Lumturia e vërtet nuk vjen duke kërkuar gjithmonë më shumë, por duke vlerësuar se sa pak na duhet në të vërtet për të qenë mirë. Kur e kupton këtë, gjithçka bëhet më e lehtë. Natyra në fundit na i ka dhënë gjërat thelbësore me bollëk. Dhe ka një histori të vogël që ilustron këtë në mënyrë fantastike. Epikuri, i cili jetonte shumë thjesht, me bukë dhe ujë, ndonjëherë kërkonte thjesht një copë djath. Kjo për të ishte një luks, një kënaqësi e madhe. Çfarë na tregon kjo? Që kur e stërvit veten me gjëra të thjeshta, edhe kënaqësia më e vogël bëhet një fest, nuk bëhesh kur skllav i luksit. Këtu duhet kuptojmë një koncept kyç. Kënaqësia statike. Epikuri dallon dy lloje kënaqësish. Kënaqësia kinetike është ajo që ndjejmë kur plotësojmë një dëshirë, për shembull, kur pim ujë pasi kemi pasur etje. Është një lehtësim aktiv. Por qëllimi final, më i larti, është kënaqësia statike. Kjo është gjendja e qetësisë, e paqes, kur nuk ke më nevojë për asgjë. Kur çdo dhimbje, fizike apo mendore, është larguar. Ajo është lumturia e vërtetë. Mirë, deri tani gjithçka duket bukur, pa frikë, me dëshira të thjeshta. Por jeta ka edhe dhimbje. Është e pashmangshme. Dhe këtu hyn në lojë maksima e katërt dhe e fundit. Si përballemi me vuajtjen? Si e durojmë atë që është e tmerrshme? Përgjigjja e Epikurit është pragmatike, madje edhe ashpër, por ngushëlluese. Ai thotë se dhimbja ka kufit e saj. Nëse është akute, shumë e fortë, nuk zgjat shumë. Nëse është kronike, që zgjat shumë, zakonisht është më e durueshme. Dhe në rastin më ekstrem, kur dhimbja bëhet e padurueshme për një kohë të gjatë, atëherë vdekja është fundi i dhimbjes. Duke qenë se vdekja është asgjë, nuk ka pse të kemi frikë as nga ky fund. Dhe kështu i kemi bashkuar të 4 pjesët e recetës. Çlirohu nga frika e zotave dhe e vdekjes, kupto se lumturia është e thjeshtë dhe prano se dhimbja është e durueshme. Kur i bën të gjitha këto, arrin tek qëllimi final, tek ajo që mund ta quajmë arti i qetësisë. Dhe çfarë është kjo gjendje? Është një gjendje hyjnore, po të përdorim fjalët e tij, të bëhesh si ato perëndit e lumtura e të pashqetësuara për të cilat folëm në fillim, i paprekshëm nga kaosi i jashtëm, i kënaqur me natyrën e gjërave ashtu siç janë, thjesht i qetë. Dhe nëse duam një provë që kjo filozofi funksionon, mjafton të shohim vetë Epikurin. Në një letër që e shproi ndërsa po vdiste nga një sëmundje dhimbshme me gur në veshka, ai thot diçka të jashtëzakonshme. Ai shpruan se dhimbjet fizike i kompensonte me gëzimin që ndjente kur kujtonte bisedat filozofike që kishte pasur. Imagjinoni pak, në prag të vdekjes, me dhimbje të tmerrshme, ai gjen lumturi në mendje. Kjo është prova më e madhe se fuqia e mendjes mund të triumfojë mbi gjithçka. Dhe kjo na lë me një pyetje të fundit, ndoshta më të rëndësishmen. Në kërkimin tonë të përditshëm për lumturinë, a mos jemi duke ndjekur gjën e gabuar? Ndoshta qëllimi nuk është kënaqësia e shpejtë, ajo adrenalina e çastit, por diçka më e thellë. Ndoshta qëllimi i vërtet është qetësia, një mendim për të reflektuar.